Po vinu që nëse nuk gaboj prindrit tu e kanë edhe një apartament që... Po, babi menaxhon një apartament atje, disa apartamente. Që kosovarët mund të shkojnë, kosovarët, pushuesit. Pushuesit, kudo, që i kjo ofte e punë. Po, nuk që e ka që 3 vite, është një biznes i vogël familjar, do më thonë që sa mos më najtë pa angazhem, se prindët e mi janë, do më thonë, s'kam pas asun ka medalë, që nuk janë njerëz që rrinë, kështu, i qesin vazhdimisht punë vedit. Edhe janë tipik ata që thonë kur s'ke shoban luj dere. Edhe punojnë punë normal, punë ditore që e kajnë, po edhe merren verës me turizëm. Gjëna me pas dere... Që është emri apartamentet për ata që janë... Tomi Apartments. Në Instagram e gjenë Tomi Apartments? Po, Tomi Apartments e gjenë për rezervime, për super. Për rezervime, numri është aty. Aty në veç do më thonë Instagram në një pyetje dhe një gjë, është shumë ofër detit, kështu që mund është edhe nuk kam. Edhe është qetësi, është gjelbrim, është shumë. Me shku, me rezervua, moj me thonë mami, apo ma përgatit recetën tradicionale. Në atë nuk është zakonisht. Të shku në ekstra për qatë recetë. Jo, ti dush për ardhë kur është vaki krapit, se është vaki krapit. Okej, kuptova. Shto që aje i bëhat edhe me peshk tjerë, 0-100 nga këtë thënë kapama, po e bajnë me qep të kavertisën edhe komplet ndrohet pa këshia, po është e mire edhe ja si gjellë. Si ushqim të